Pasi një ditë më herët, ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, i cili ndodhet në Arati në Hungari, reagoi përmes rrjetit social Facebook ndaj ministrit të drejtësisë Igor Filkov, duke shprehur pakënaqësi për mënyrën se si po trajtohet rasti i tij dhe për përpjekjet e përnisjen e procedurave të ekstradimit. Sot kanë reaguar edhe krerët politik në vend. Kryeministri Christian Mickoski deklaroi se qëndrimi i qeverisë për sundimin e ligjit mbetet i pandryshuar, duke theksuar se nuk do të ketë standarde të dyfishta. Sipas tij, çdo person që përballet me organet e drejtësisë gëzon të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe ligj, ndërsa institucionet do të veprojnë në përputhje me procedurat ligjore. Qëndrimi im është i njëjtë si para disa javësh dhe mbetet i pandryshuar. Nuk kemi standarde të dyfishta, çdo qytetar do të përballet me organet e drejtësisë, ka të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe ligj, institucionet do të veprojnë në përputhje me procedurat ligjore dhe në funksion të sundimit të ligjit. Ndërkaq, lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe nuk pret që qeveria aktuale të kërkojë ekstradimin e Gruevskit, pasi sipas tij, kjo qeveri nuk është serioze. Unë pres sikur se çdo shtet serioz, por fatkeqësisht kësaj lloj qeverie nuk mundet të bëhet serioze dhe të udhëheqë shtet serioz, dhe këtë e shohim çdo ditë. Qytetarët e ndjejnë të veprohet ashtu siç duhet, të kërkojë ekstradim, sidomos pas deklaratës së kryeministrit hungarez që kriminal të arratisur nuk do t'i mbajë, që është shembull se si kthehet demokracia në shtet. Shembull, Europa e pranon atë, e atë duhet ta bëjë qeveria. Në lidhje me rastin e Nikola Gruevskit kanë reaguar edhe nga Ministria e Drejtësisë, nga ku njoftojnë se po ndërmerren të gjitha hapat në përputhje me ligjin dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Sipas tyre, procedurat të zhvillohen në mënyrë institucionale dhe në bashkëpunim me autoritetet e Hungarisë, pa ndikim nga deklaratat politike.